Pemrat e qara janë një problem i zakonshëm i lëkurës, që mund kalojë nga një problem i thjesht estetik, por deri në raste që mund të keni dhimbje. Përveç lëkurës së thatë dhe të qarë, shpeshherë ky problem shoqërohet edhe me skuqjet e lëkurës, irritim, inflamacion, por që mund të kemi edhe rrjepje të lëkurës. Prandaj që dhe trajtimi i saj në kushte shtëpie mund të parandalojë që qara e thembrave të jetë dhe më e thellë, që me raste mund të shkaktojë dhimbje, por edhe gjakderdhje. Disa nga faktorët që mund të shkaktojnë thembrat e qara janë lëkura e thatë, mungesa e hidratimit, përkujdesja jo e mirë për këmbët, qëndrimi për një kohë të gjatë me këpucë të parahatshme ose që pjesën e shohës e kanë shumë të fortë. Gjithashtu plagë ose sëmundje të ndryshme të lëkurës si psoriaza, ekzema, por dhe sëmundje të tjera si diabeti ose persona që kanë probleme me tiroide, mund të ndikojnë duke përkeqësuar gjendjen e thembrave. Sot do ju tregoj një recetë që do ju ndihmojë në trajtimin e këtij problemi në kushte shtëpie dhe ndiqni videon me përgatitjen e maskës, me aplikimin e saj te këmbët, por gjithashtu edhe se si duhet të bëjmë një hidratim efektiv të këmbëve në kushte shtëpie. Këtë maskë sugjeroj ta bëni 2 deri në 3 herë në javë dhe do të shikoni që brenda një periudhe të shkurtër do të keni shumë rezultat. Mos harroni gjithmonë të kujdeseni për thembrat tuaja dhe duhet gjithmonë të hidratoni nëse nuk dëshironi që ky problem të përsëritet në vazhdimsi. Nëse e provoni maskën, më shkruani për eksperiencën tuaj dhe nëse keni ndonjë sugjerim ose ndonjë recetë efektive që ju keni provuar, mund ta lini më poshtë në koment. Do shihemi javën tjetër me një tjetër video. Deri atëherë, mirupafshim.